Deputetët po hynin të dielën në Kuvendin e Kosovës për seancë të jashtëzakonshme. Në rend dite kishin votimin e qeverisë Kurti 3, por qytetarët ishin skeptik se do të formohej ekzekutivi i ri. Jo, s'ka më form. Do të thonë sipas juve sot s'ka më pas formin qeverisë. Jo, s'besoj kërë. Nëse formohet ato mirë, po kush me formu. Janë të shty partit në me veti, që la kush me kanë. Jo, ma që formu në vallat, ka shumë të rike kërheq. Arrua. Pati edhe qytetar optimist. Domi me Albin Kurti, ka mu formu qeveria eri. Do me thonë ju po mendojnë që Po pa tjetër se njeri ma i duhur në Kosovë është Albin Kurti. Po besoj që do të mu formu, se u mejtë shumë ropa, për çdo sa janë mejtë ropa. Presim që mu bo mirë në tarmen. Mos me jetu në Evropë me orë vend se ka bollë punë. Pas dështimit të mandatarit Kurti për të marrë votat për kabinetin e tij, për dikë ky ishte epilog i pritshëm. Po s'mu ka ndodhur diçka interesant, po da zot, pavarësisht se paraprakisht është dorë të bëjnë një marrëveshje, si respekt për qytetarët, mos porosin rregullat ligjore. Enje tjetër shprehet i pakënaqur me situatën politike dhe për vonesat për formimin e qeverisë. Qeveria Kurti ka qenë dështuar me start 7 muaj ditë. E ka mallëtu opinionin e popullin për karrikt vetme. Edhe pas dështimit të qeverisë, një qytetar shpreh mbështetje për vendimin e liderit të VV-s për ndërimin e disa ministrave. Po tash do të marrë dhe njerë me dalë në vota populli. Se nuk lëshojnë, se një njëri ka meritu për me nejtë edhe 2 mandate s'pakti Albin Kurti. Me 52 vota kundër, 56 për dhe 4 abstenime, përpjekja për qeverin Kurti 3 përfundoi pa sukses.